Është zhvilluar ditën e djeshme një marshim në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoni. E ne do të flasim se si lindi ideja e këtij marshimi, sa i nevojshëm ishte dhe si ishte pjesëmarrja në këtë marshim që ka ndodhur ditën e djeshme në qytetin e Shkodrës me avokaten Pranvera Paci. Pranvera, mirëmëngjes e mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Jam e lumtur që të kam sërish në studio, këtë herë për një tjetër kauzë vërtet shumë interesante. Një marshim që është organizuar ditën e djeshme në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Si ishte, si e përshkruani dhe si e vlerësoni këtë marshim? Ky është një marshim solidariteti për t'ju treguar një mbështetje studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, që ata kanë një të drejtë legjitime, është një drejtë kushtetuese ku nuk duhet t'i mohohet asnjë lloj studenti, qoftë shqiptar apo të një minoriteti tjetër. Por përveç kësaj, studentët shqiptar janë edhe të diskriminuar në lidhje me gjuhën anëtare të tyre. Si vlerësoni, cili ishte mesazhi që doni t'ju të përcjellnit përmes këtij marshimi? Mesazhi që ne si organizatë, sepse është organizuar nga Organizata Alternativa Studentore, ku është mbështetur nga Dhoma Avokatisë Shkodër, nga përfaqësues shoqërisë civile dhe nga studentë Universitetit Liriç Gorakuqi. Një mesazh i qartë dhe konciz ka qenë që studenta shqiptar në Maqedoninë e Veriut nuk janë vetëm. Dhe ky është vërtet një mesazh goxha i madh mbështetjeje. Keni pasur mundësi ta shikoni situatën e tyre, ta ndiqni nga afër se si po ecën edhe se si po shkon, si po zhvillohet? Situatën e tyre, unë edhe pjesa tjetër e studentëve kemi ndjekur në televizione, në rrjetet sociale, çfarë mund të marrim nga televizionet, por për aq sa kemi mundësi, por nga afër ende jo. E vërtet. Pse mendoni se kjo çështje duhet të marrë vëmendje të madhe, jo vetëm nga rrjetet sociale apo televizionet që ndodhen në Maqedoninë e Veriut, por shumë më gjerë se sa kaq? Mendoj që duhet ketë një vëmendje shumë madhe qoftë nga institucionet shqiptare, qoftë edhe nga institucionet kombëtare apo ndërkombëtare, se çështja tani ka vënë edhe ndërkombëtare. Për faktin sepse në Maqedoninë e Veriut kemi mbi 20% të popullsisë shqiptare. Duke qenë se kemi mbi 20% popullsisë shqiptare, automatikisht ju lindet drejta që të kenë gjuhën anëtare të tyre. Për faktin sepse këta studentë që në kohën kur kanë vazhduar studimet e tyre deri në fund, ata kanë komunikuar dhe kanë zhvilluar në sistemin arsimor mësimet e tyre në gjuhën shqipe, gjuhën anëtare shqipe. Prandaj provimet e fundit që janë të jurisprudentës dhe të tjerat nëpër universitetet e Maqedonisë së Veriut janë duke u zhvilluar në gjuhën maqedonase. Nuk është se kemi diçka kundër gjuhës maqedonase, por vlen të theksohet. Nuk duam diskriminim për studentët shqiptar. Dhe konkretisht, cilat janë këto pengesa me cilat hasen këto studentët duke folur tani konkretisht për çështjen e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut? Me çfarë pengesash hasen? Me çfarë problematikash janë aktualisht që çështja u bë papritmas kaq e madhe? Them papritmas sepse ne tani e morëm vesh. Studentët e Fakultetit të Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut në universitete u ngritën protesta në lidhje me gjuhën anëtare të tyre, për faktin sepse u njoftuan që provimi i jurisprudencës do zhvillohej në gjuhën maqedonase, e cila ishte drejt për drejt automatikisht është diskriminim, qoftë drejt për drejt, qoftë indirekt nga kjo pjesë. Dhe ishin ata të parë të cilët sinjalizuan me anë protestave të tyre dhe duke angazhuar dhe studentët e tjerë. Por aktualisht çfarë shohim ajo protestë është që mbështetet edhe nga prindërit edhe qytetarë të ndryshëm në Maqedoninë e Veriut kjo lloj proteste të studentëve. Tani edhe në Shkodër. Tani edhe në Shkodër, ditën e djeshme. Po, ditën e djeshme, një marshim sensibilizues sa për fillim, pastaj pjesën tjetër. Mendoj edhe do e kisha vlerësuar shumë nëse do hapej edhe në qytetet tjera të Shqipërisë për treguar mbështetjen për studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Shkodra ka qenë gjithmonë kryesuese në këta nisma dhe mendoj do të jetë edhe një frymëzim shumë i mirë edhe për qytete të tjera, pse jo. Po, Shkodra ishte para që bëni si marshim sensibilizues, shpresojmë ta marrin edhe qytetet e tjera. Shpresojmë, do të ishte vërtet shumë mirë, do të ishte një mbështetje e madhe për atë studentë, për
ti thënë që nuk janë vetëm dhe alternativa studentore nuk lë vetëm asnjë student të këtë e kemi parë dhe e vërtetojmë her pas here, rast pas rasti. Duke u kthyer edhe një herë tek marrëqimi i dieshëm, përmendën disa komponentë, jo vetëm studentët e Universitetit Luigjë Gurakuqi, por është mbështetur edhe nga dhoma e avokatisë Shkodër, edhe nga komponentë të tjerë të shoqërisë civile. Është bukur në fakt, ishte pjesëmarrja e kënaqshme, mund të bëhej më mirë? Atëherë, duke qenë se kemi pas komponente ndryshëm të shoqërisë tonë këtu në qytetin e Shkodrës, pritshmëritë e mia normal, edhe kënaqësia jonë si studenta, si drejtues organizata, por edhe dhomës avokatisë Shkodrës, se bëj pjesë në dhomën avokatisë Shkodër, do kisha pas shumë dëshirë të mbështetej edhe më shumë nga qytetarët e Shkodrës, nga studentë të tjerë, por frika nga institucione që janë, pedagogë që kanë ngjyrimet politike të arrijnë që të mos bashkohen gjithë në këtë kaos. Dhe shpëtar nuk keq, në fakt, sepse është një kaos që nuk ka të bëjë drejt për drejt me ngjyrimet tona politike. Absolutisht. Është në mbështetje të disa studentëve të cilët janë në një moment nevoje, edhe pse jo, t'ju tregojmë mbështetjen dhe solidaritet. Por pjesë tjetër që ashtu tek studentët që unë do isha prapë më e kënaqur që tregojnë forcën që kanë, se studentët sot kanë forcë. E vërtet. Sot kanë forcë. Thjesht duhet ta kuptojnë. Po, thjesht studentët duhet kuptojnë forcën që ka. Pastaj zgjidhen e gjen vetë. Po, edhe zgjidhja vjen vetvetiu, pastaj në momentin që studenti e kupton qartazi forcën që ka, atëherë zgjidhja vjen vetvetiu. Duke kthyer vëmendjen tonë edhe një herë tek studentët në Maqedoninë e Veriut, në këndvështrimin tënd si avokate, a mendon se kjo është një shkelje themelore të drejtave të njerëzit? Po. Kemi shkeljet e drejtave themelore të njerëzit, kemi diskriminim të drejt për drejt dhe indirekt, kemi edhe shkeljen e legjislacionit për minoritetet, po ashtu edhe të ligjit të arsimit lartë, edhe kjo automatikisht sjell që studentët të ngrihen në atë lloj proteste, që gjatë e cila Shqipëria do të tregojnë vullnetin e saj për mbështetjen e tyre, edhe normalisht të ndërmarr hapa si shtet shqiptar ndaj Maqedonisë Veriut. A janë këto të vetmet parime ndërkombëtare apo edhe kombëtare që po u shkelen në këto momente? Ka parime kombëtare dhe ndërkombëtare që shkelen, sepse është ligji për minoritetet në Maqedoninë e Veriut që e ka një ligj minoritetesh, thash dhe pak më parë që kemi mbi 20% Maqedoninë e Veriut shqiptar, dhe automatikisht përfitojnë gjuhën anëtare të tyre. Kemi edhe ligjet ndërkombëtare që shkelen protokollet e standardeve europiane të Këshillit të Evropës, protokolli 1 dhe 2, po ashtu kemi edhe konventet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit që kanë një të drejtë themelore, të drejtën për arsim, por edhe për barazi. Aktualisht kemi studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut të diskriminuar. A ka mekanizma ligjor që këta student mund t'i vënë në funksion për të mbrojtur kauzën e tyre? Po, ka mekanizma ligjor. Spari ka njëherë kanë mekanizmat ligjor kombëtar, duke vazhduar që në universitete, ku kanë mjetet ligjore që siç është dekanatet dhe senati akademik, ku ata i japin një zgjidhje situatës së krijuar, nëse nuk gjet një zgjidhje nga këta dy nivele të universitetit, kalohet në institucione më të larta që janë institucione shtetërore, Ministria e Arsimit. Nëse nuk kemi edhe një zgjidhje nga Ministria e Arsimit, atëherë kalohet në një nivel tjetër më të lartë që janë gjykatat administrative në Maqedoninë e Veriut. Përsëri, po nuk patëm zgjidhje nga gjykatat e Maqedonisë së Veriut, çështja kalon në nivel ndërkombëtar, që kalon në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit, tek e cila është e drejta edhe për arsim, për gjuhën anëtare, por edhe për diskriminim. Harrova të përmend që në legjislacionin kombëtar të Maqedonisë së Veriut ekziston edhe avokati i popullit, edhe komisioner për diskriminimin, që janë dëmjet e juridike elemente shumë të rëndësishëm. Shumë të rëndësishëm edhe shumë kyçe që japin zgjidhje. Momentalisht në cilën nga këto faza
është çështja e tyre? Çështja e tyre është në fazat e kombëtarizimit. Ende nuk ka kaluar në nivel ndërkombëtar. Prandaj edhe për të kaluar janë ezauruar këto nivelet e para të dyta dhe nuk është gjetur zgjidhja. Po, nuk është gjetur. Edhe vlen theksohet në fakt. Nuk është gjetur zgjidhja sepse janë disa universitete në Maqedoninë e Veriut. Por për të arritur tek nivelet ndërkombëtare duhet jetë edhe Shqipëria të jap kontributin e saj. Sigurisht. Duhet edhe Shqipëria tjetër Kosovë të jap kontributin e saj. Po, duhet një mbështetje më e gjerë, se vetëm në këtë mënyrë do të krijojë pastaj një lloj vëmendje më e madhe mediatike ndërkombëtare, duke quar pastaj të drejtën e tyre në vendin e tyre. Pra, t'i japim atë çka ju takon me të drejtën e ligjit, se nuk po pretendojmë as nuk po kërkojmë as favorizime, as diçka që është antiligjore, thjesht çka i takon me ligj ta marrin dhe ta t'i japim Cezarit atë që i takon. Çfarë shpreha famshme që këtu gjen vend vërtet shumë. Përmendë avokatin e popullit në Maqedoninë e Veriut dhe natyrisht më lind pyetja, bëj paralelizma me dhomën e avokatisë në Shkodër për marshimin e ditës së djeshme. Vërtet një gest shumë i bukur, edhe një gest domethënës për mbështetjen e atij marshimi. Po, ideja e marshimit që lindi nga një aktiviste që ma hodhin mendje të më drejtën, edhe pse jo mos ta kap si diçka, si mos se ne jemi organizat studentash, pse mos ta bëjmë, edhe pse mos i tregojmë mbështetjen studentave shqiptar. Mendova të angazhoj dhomën e avokatisë Shkodër për faktin sepse është një element shumë i rëndësishëm, sidomos për çështjen që po flasim. Po, është një element shumë i rëndësishëm. Unë mirëprit nga kryetari i dhomës avokatisë Shkodër, zoti Anton Kosteri, avokat Anton Kosteri, e falenderoj për mbështetjen patjetër, por edhe për pjesën tjetër sepse kemi pas përfaqësues edhe të pjesës tjetër që kanë ardhur dhe na kanë mbështetur. Mjafton prezenca e tyre dhe tregon që ka mbështetje. Po sa rëndësi ka edhe prezenca e shoqërisë civile? Ka rëndësi dhe prezenca e shoqërisë civile, që them drejtën, nga shoqëria civile unë jam zhgënjy. Zhgënjy qoftë si e re, qoftë si avokate apo qoftë si pjesë e shoqërisë civile. Nëse flasim për shoqërinë civile në qytetin e Shkodrës, shoqëria civile duhet të tregojë një respekt për studentët, për të moshuarit, për personat me aftësi të kufizuara etj. Që janë shtresat marginalizuara. Në rastin konkret nuk e kanë treguar si duhet pjesën e vullnetit tyre, sepse në fundit punën me studentat do ta bëjmë. Duam apo s'duam, studentat janë energjia dhe janë rinia e sotme e vendit, tek ata shohim shpresën sot. E vërtet. Dhe mbështetja tyre që është bërë nuk më ka pëlqyer shumë sepse nuk ka pas shumë pjesëmarrje. Kam preferuar dhe kam dëshiruar më shumë, nuk ka rëndësi a janë organizatat shoqërisë civile me ngjyrime politike. Nuk ka lidhje ngjyrimi politik që ishte një çështje krejt tjetër, krejt ndryshe, krejt e pastër. Thjesht ka lidhje me dinjitetin dhe me identitetin e studentave shqiptar në Maqedoninë e Veriut. E drejtë në fakt. A mendon se ky marshim do të ndikojë përmirësoj situatën atyre studentëve? Absolutisht që po. Nëse ne dje bëm një marshim sensibilizues për dinjitetin dhe identitetin e studentave shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe inshallah vazhdon edhe nga qytetet e tjera, shpresoj shumë të ta marrin dikush iniciativën dhe ta bëjnë, do të ishte shumë e bukur. Shkodra do jetë gjithmonë ajo e parë që do të qohet e parë, ta ngrinë zërin e të mbështet çdo person që i shkelet e drejta, që është i drejt kushtetuese. Do të ndikojnë sepse mendoj që duhet lidhemi edhe me studenta tjerë, për shembull studenta që studiojnë në Shqipërinë tjetër Kosovë, unë i them Shqipëria tjetër Kosovë. Bukur. Mendoj që duke u çunë kam studentët e dyja shteteve, patjetër që ka. Do të shkojnë në vende drejta e tyre. Çfarë mesazhi keni për ata studentë që protestojnë? Unë them që të rinë sa më të bashkuar, mos të kenë përqarje, sepse edhe ne tjerë kemi bë protesta studentash, që ishte e viti 2018, po u përqam. Historia e trishtë e jona që vazhdon përsëritet shekuj pas shekuj. I këshilloj shumë dhe i orientoj shumë drejt bashkimit tyre 1, kërkimit të drejtës tyre 2, nxjerrjes së drejtës për diskreditimin që po ju bëhet 3 dhe po ashtu të mos lejojnë përqarje që mund të ndodhin gjatë asaj proteste të bukur. Ajo është shumë e bukur edhe është energji dhe dritë për pjesën tjetër të Maqedonisë Veriut. Kërkja e atyre institucioneve, a keni një mesazh? Një mesazh për institucionet e kisha të garantojnë të drejtën dhe lirinë themelore për çdo person që është
në Maqedoninë e Veriut. Nga minoritetet gjithë. Dhe absolutisht po, dhe është një mesazh shumë i bukur në fakt, i ardhur nga një avokate me një background shumë të mirë, njohje shumë të mirë të ligjit, kështu që unë të falenderoj zakonisht shumë që erdhe sot dhe na prezantove një pjesë atij marshimi, por mbi të gjitha që ke gjithmonë idenë, energjinë edhe dëshirën e madhe për të mbështetur kauza të tilla. Të uroj shumë suksese në punën tënde. Falenderoj shumë dhe do shikoni përsëri në vazhdimsi do të organizojmë edhe Kosovën me lidhjet tona me shoqërinë civile. Oh, sa bukur, pra edhe një intervistë tjetër për Kosovën. Do të ishte bukur në fakt edhe me zipresin dhe urojmë vërtet shumë suksese. Falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë, urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.